Jemi në Zvërnec, hyrje Zvërnecit, Ivanka Seafood Restaurant. Si që pata të videon e parë aty, këtej nga Zvërneci është marrë seriozisht që ishulli i Zvërnecit, Laguna e Nartës, tashmë i përket Ivanka Trump. Dhe kjo jo kot, por sepse kryeministri i vendit, Edi Rama, përkundër çfarë thot, e ka fal, e ka dhënë. Prandaj në video që bëj unë shpesh them që ai ati ja ka ngrit Soros i revolucionin, është shumë i bukur, shumë i mirë organizuar, dhe sot Edi Rama është një tradhtar në sytë e Trumpit, e vajzës Trumpit, dhe tradhtar në sytë e Sorosit, njeriu që e ka ngrit dhe e ka sjell deri në kulmin e pushtetit që ka 4 mandate që qeverisë Shqipërinë me votat vjedhura, kuptohet. Revolucioni është i mrekullueshëm, revolucioni duhet të ketë një përfundim të mirë. Përfundimi i mirë i revolucionit është largimi i Edi Ramës. Ju po e shihni që ai ka fillu, është shfazu pak, megjithatë përkundër kësaj që e shohin njerëzit që është çmen, e ka lajthit e kështu, unë nuk e shoh ashtu, unë e shoh se ai është i mjeshtër i komunikimit, atë nga pushteti mund ta rrëzojnë vetëm forma të tilla dhe vetëm ata që e kanë ndihmuar ta marrë pushtetin. Pra këtë kam thënë për herë, sepse është shumë e vështirë, nuk ka kulturë populli shqiptar që ta rrëzojnë vetë, ngrihet vetë, të organizohet vetë, do ta kishte bë po t'ishte kështu, por Rama është i sofistikuar, nuk është i lehtë për të rrëzu, sidomos pas në mandatin e 4 në pushtet, kështu që mos i merrni me shaka, mos merrni edhe ju që dilni protest, bravo ju qoftë që dilni protest, jeni duke bëj shërbim shumë të madh vendit, po mos kaloni në delir që papritur ju ngritet edhe po bëni revolucion. Pra, revolucioni i këtyre flamingove, kjo pjesa këtu, vazhdon edhe kjo pjesa këtej maton nga Narta, është një pamje mrekullueshme, ndoshta i bëj video në fund që ta shihni për ta shiju. Këtu vinë flamingot, ka një pamje yll të mrekullueshme, do thonë një pamje të magjishme. Por këtë e ka kriju Zoti, e ka kriju natyra, nuk e ka kriju Edi Rama, siç kishte thënë budallaçka atij ministre, që ato flamingot atje kanë ardhur se i ka sjell Partia Socialiste, një debile nga Saranda. Tani ajo që desha të them sot unë, erdha vetë këtu për njerëzit që thonë, po e kundër protestës, nuk jam kundër protestës. Erdha këtu për të thënë që pse ka drejt që ka reagu për shembull pjesërisht Greqia, kjo nuk është tokë greke, kjo nuk është hise e Greqisë, kjo është tokë shqiptare autoktone, por ka një manastir ortodoks aty dhe ne e dim lidhjen që ka Greqia me ortodoksinë. Mos të bëjmë sikur nuk e dim, edhe ju që jeni admirues të Edi Ramës, se keni parë Ramën që i vend ata priftat grek një kryq të madh, kaq në qaf atje një foto që qarkullon në rrjetet sociale, ai nuk e bën publik asnjëherë. Pra grek është edhe ai, kur ka pas interes, kur ka interes është italian, kur ka interes tjetër, diku tjetër bëhet hebre, çifut, kur ka interes tjetër bëhet turk, bëhet sunet, kur ka një interes tjetër madhor, shet Shqipërinë dhe bëhet trumpist. Pra sot ajo është trumpist për interesa personale, prandaj unë them që shumë mirë po ja bën ustaj që i ka ngrit revolucionin dhe do me zëvendësu. Unë pash atë video në dje që bënte ai kështu që sulmonte ato blogeret. Unë e kam thënë në disa video më përpara, kush më kanë dëgju, edhe këta që më kanë shajtë, më kanë sulmuar, e kam thënë që është i mirë organizuar, sepse të rit në protest po i marrin disa blogere që njihen si idhtare të smajtës, njihen idhtare të liberalizmit. Pra ato janë të kapura, janë të koordinuara, nuk kanë dalë se u dojsh bargu për Zvërnecin. Nuk ka rëndësi më të madhe ekonomike Zvërneci për Shqipërinë se sa porti Durrësit, pra ato mund të kishin dalë atje, po është Saju Zvërneci. Pra ajo pika që është hedhë ngot për ta derdh, është hedhë ngot qëllimisht në Zvërnec, sepse ky krijon imazh dhe përbën lajm ndërkombëtar.
sepse janë tema të ndjeshme, jo po mjedisi, jo po pamjet e flamingove dhe është bravo i qoftë shumë i mirë organizuar dhe i mirë menduar strategjia. Rama e di, u a thash djetë video e djeshme që ka hec shumë video e djeshme në fakt, sepse njerëzit e kuptojnë që unë po them të vërtetën, e kuptojnë një zë ndryshe nga palaçollëqet e gazetarëve që kanë 30 vjet që majmen, pasurohen, duke i shërby kryeministrave të radhës, edhe ata që bëjnë sot sikur po mbështesin revolucionin e sikur po e bëjnë ata revolucionin. Po ta shihni dje përveç se sulmoi këto pilivesat e rrjeteve sociale, këto të influencerë çfarë quhen këto, Dalina Buzin, e kujton Mira Kazhanin, kujton, nuk e di kush janë tjerë ato, Fatma, ç'është ajo. Edi Rama filloi me ngacmu Mustafa Nanon, që ka fol kundër, filloi me ngacmu njerëzit e mediave, ka filluar me ngacmu edhe Blendi Fevzin. Ajo që di unë, që besoj unë, pra që e kam unë ndryshe mendim nga që kanë shumica shqiptarëve, është se Rama është shumë i zgjuar dhe nëse ai vendos që të flas para se tik, të revoltohet, pra të përpiqet ta marrë me thoj postin e kryeministrit, këtu bëhet zvërnec. Pra siç përdorin atë shprehjen këta, këtu bëhet gërdec, këtu bëhet zvërnec nëse Edi Rama flet. E lëshoi sinjalin e parë dje me Mustafa Nanon, që i tha ka ardhur atje më shtrin zyrë atje, më ka thonë unë s'merrem me këta plera, më tha më çon me i vën ambasador anej. Mustafa Nano është profesori, unë e vlerësoj që ai sot është kundër Ramës, po është profesori, mos harroni, është profesori i Aleancës së Qelbësirave. Pra është njeriu që i vuri një titull dhe i vuri një emër bashkimit shqiptarëve për të rrëzuar Berishën nga pushteti dhe tha le të bëhen gjithë qelbësirat bashk, qelbësirat na i pam mrapa kush ishin, vetëm të rrëzohet Sali Berisha. Sot ky personazh është kundër dhe po i thotë Edi Ramës që largohu. Tjetri është ai që u kam thënë unë, kamareri i përjetshëm i gjithë kryeministrave, shoku Fevzi. Është kujtu Fevziu tani gjoja jo po zgjedhjet parakoshme, jo po duhen zgjedhje, jo po. Po me fol, se ky është qëllimi i kësaj videoje. Po me fol Edi Rama, se çai kanë kërku analistët që kanë 35 vjet që mashtrojnë shqiptarët. Ai njeh shumë mirë se ka punu me këta, veçanërisht kolektivin e gazetës Koha Jon, që shumica sot kanë mediat e veta, private, apo drejtojnë një media tjetër diku, i njeh me dhëmbë dhe mball Rama me ata. Ua di gjitha hordhiqet, ua di gjitha pislishet, ua di se si kanë shërby edhe se si shtrihen barkas ata para kryeministrave, dhe se si në momente që e ndjejnë, ata janë si puna e mive, pra gazetarë tradicional në Shqipëri, janë si puna e mive që e ndjejnë kur fillon me udridh, se po mbytet anija, ata janë të parët që ikin, e braktisin, edhe thirrjet e Fevziut që duhet bëjmë zgjedhjet parakoshme, nuk janë reflektim, vjen shumë keq që e them, këto nuk janë reflektim, por janë përvojë se fundi i Edi Ramës ka ardhur dhe hajde na ta lëshojmë edhe ne. Sigurisht ata e gjejnë, kjo është fatkeqësia e këtij vendi, kushdo që të vinë pushtet, që po e supozojmë se më e mundshmja është që të vinë Partia Demokratike, Fevziu e kategoria e Fevziut e gjejnë shtruar edhe nga krahu tjetër. Pra problemi kryesor ky është, në Shqipëri nuk mjafton vetëm revolucioni për të zëvendësuar Edi Ramën, për të larguar Edi Ramën si kryeministër dhe si kryetar i Partisë Socialiste, po këtu duhet një revolucion i thellë dhe fatmirësisht njerëzit që kanë filluar me dalë në protest janë të rinjt dhe këta duhet të heqin dorë, duhet i bojkotojnë këto qelbësira që kanë kaq vite që mashtrojnë shqiptarët, mashtrojnë ata, u shesin, u bëhen megafon të realiteteve paralele që krijojnë kryeministrat, siç kanë vite të tëra çfarë s'ka ndodhur në Shqipëri. Çfarë s'ka ndodhur në Shqipëri, më vjedhje, më shpronësime, vjedhje pronash, shpronësime, shembje pronash, si ke 5 maj, ke Astiri,
grabitja shishare e pronave në gjithë pjesën e jugut të Shqipërisë dhe pjesën e veriut, se unë këtej kam veriu, unë këtej kam jugun. I kanë vjedh, i kanë shkatru komplet dhe këta nuk dolën, nuk bën emisione televizive, nuk përshëndeten protesta që kanë qenë protesta iniciativa qytetare, pra nuk i bën kur. Dhe ka ardhur një moment tani që ata e kuptojnë shumë më mirë se unë, shumë më mirë se ju, e shumë më mirë se gjithë tjerët që kush qëndron pas revolucionit, të mirë organizuar, në detaje, perfekt, i duhur, pra mos harroni, unë e mbështes këtë revolucion, them që është i duhuri, po kalon një zokësh i mrekullueshëm, i pas ka bishtin kështu si gërshër, inshallah del këtej mas kamrës. Dhe po tentojnë tani që të kalojnë në ta braktisin anijen. Ai vetëm një gjë duhet për mendimin tim inshallah ja jep Zoti ta bëjnë Rama, se është mjeshtër për këtë punë dhe është i pakonkurrueshëm, e njeh median shumë mirë, e di si të luajnë me median, të fillojnë të flasë për analistët, të fillojnë të flasë për intelektual që kanë qenë konformu, ju kanë lëpi ati, ju kanë shtri barkas në zyrë të ti për të përfitu benefite për veten e vetë, edhe kanë mashtru shqiptarët, kanë mashtru publikun. Ne nuk po përmend më emra të tjerë, po e dini kë kam ndërmend ju, po nuk po i përmend më për çështje etike se janë shkëputi qik ma herët se sa fevzo me këta. Se këta dy që i përmenda unë, po kjo është Shqipëria dhe të lutemi tani që revolucioni të shkojnë me sukses. Zvërneci është i shqiptarëve, po ta shofësh, po të futesh, se unë ka marrë sot këtej, ati ku bëna atë videon që va tregova në fillim, që ja kishte vuaj pronari ati biznesit, ja kishte vuaj emrin Ivanka, seafood Ivanka, ushqim deti Ivanka. Banorët e zonës këtu, një pjesë, nuk e din se çfarë vjen më pas, edhe mund t'u ashesësh ti thoshore do investojmë, prona jote do marrë vlerë, këtu në gjithë mëra. Kjo krijon një farë amortizimi të reagimit të çdo banori, se çdo njeri do që ta zhvillojnë pronën e vet. Mundësi ekonomike nuk ka. Ata nuk din këtë tjetrën që po erdhi një investitor si Kushneri me ata Katarit e çfarë janë këta, dora Ivanka, e do të gjithë vetëm këtu pastaj, nuk do rraqe në përkëmb. Pra dhe ju që jeni banor, që i shkut Ramës atje në takim, që ju ka manipulua, i thoshit atje që nuk e ke fajn ti, po e kanë fajn qeverit që kanë qenë para te, tipo mon mos na e hiq zhvillimin, se kështu tha Rama. Ju jeni të manipuluar, fiksojeni këtë, po erdhi Ivanka, ata janë aristokrat, ata nuk duan rraqe në përkëmb, ata i marrin punonjësit nga Filipinët, nga Bangladeshi, nuk u plas travi fare që të kërkojmë as punëtor këtu. Jo më t'u japin vlerë pronave tuja. Kjo është e më e madhe, si ka një farë pamje të lezetshme si puna ati Shën Stefanit në Malzi, e dini atë. Pa i ka i kodër të bukur sipër dhe mund ta shohësh edhe mund të bësh foto e shijon disi, po nuk futesh dot. Atje shkojnë futen gazetarë shqiptarë që luajnë kumar, politikanë shqiptarë që luajnë kumar. Edhe Zvërneci, kjo laguna këtu, nëse nuk është mashtrimi Ramës, nëse këtu do investohen 4 miliardë dollar, kjo do jetë përfundimisht tokë ndaluar për shqiptarët. Shteti nuk u merr taksa këtyre. Pra ju e dini që bizneset luksoze në Shqipëri, përkundër çfarë thotë Rama, taksa progresive, që erdhin pushtet me megalomaninë e taksës progresive, ata paguajnë vetëm 6%. Pra paguajnë një taksë qesharake në buxhetin e shtetit. Nuk fitoj gjë shteti, nuk fiton arka e shtetit. Çfarë do që të fitojnë arka e shtetit, prap ju e dini u avjedh ai që drejton shtetin. Kështu që ajo që po pres tani, që po lutem edhe që mu duk shumë pozitive dje nga reagimi Ramës që bënte kështu që tallte lesh me këto blogerët që mbledhin të rit në protest, në revolucion. Ju lutem shumë mendojeni, a kanë takat ato
të dalin kundër këtij, thrasin njerëz në revolucion kundër këtij, nëse nuk kanë një mbështetje mbrapa krave. Kjo është një pyetje që duhet t'i jepni përgjigje secili prej jush, sipas logjikës tuaj. Ndërkohë, po vazhdon nga ana tjetër thirrja brenda smajtës që Edi Rama t'jap dorëheqje, që Edi Rama të largohet. Unë ju thash dje, kam thënë edhe më përpara, ai e di, ka kohë që e di që po i ndodh, që po i vjen kjo fortunë. Edhe u përpeq, jo jep në certifikat mirënjohje, jo kap në qafet a socialistët e vjetër. Sot Fatos Tarifa kishte një shkrim të gjatë. Fatos është i komunist, është intelektual, sigurisht, por është komunist, është i komunist i stacionuar, pra nuk e qa vend dyshim që ai e do Partinë Socialiste, dhe kishte dalë, kishte bërë thirrje që Partia Socialiste duhet ta ndrojnë kryetarin. Kryetari nuk ka pse e merr partinë me vete në gremin. Kishte thënë dhe gjë tjetër shumë interesante, nuk e fut dot Edi Rama në Bashkimin Evropian Shqipërinë, pra nuk është Edi Rama siç përpiqet me marrë autorsinë, me thonë, se thoshte dje në Elbasan, kë do të çojmë në të flas me Bashkimin Evropian, thoshte, kë do të çojmë? Se mendon ky që e haj njerëzit këtu, ose e kanë hënë njerëzit, e kanë hënë shqiptarët, e kanë hënë socialistët, që Europa nuk flet dot me një tjetër, s'ka me kë flet, po që vetëm Edi Rama është. Fatos Tarifa i kishte shpjeguar shumë mirë këtë, që ky është i trap e shet për propagandën të. Kemi edhe thirrjet e tjera, nuk po e përmend më Elisën, se ajo është e para e vetmja që e ka kundërshtu këtë zotëri, e ka sfidu, i ka thënë hajde për jashtë po deshe, po ta mbajti. E mani meni, doli ta Ulandi me e karcënu e kështu. Për ta përforcuar argumentin e djeshëm të videoja që unë doj shumë dhe që unë thash se Edi Rama e ka pas ditë, ka kohë që do i ndodhë kë revolucion, kujtoni një mbledhje në grup parlamentar shumë kohë përpara, s'kishte ndodhur asnjë gjë, nuk u dukte se ka ndonjë shqetësim në Shqipëri, dhe ky i kërcënon deputetët, i kërcënon dhe i shantazhon edhe u thot, po si jam unë këtu, thot, asnjë gjë s'fitoni ju, asnjë gjë s'merrni ju, e kujton gjithmonë, u bën një kërcënim që ju ekzistoni se ekzistoj unë, ekzistenca juaj varet mbi ekzistencën time. Pra i vurin presion në trysni që të mos i bashkohen reakcionit që do vinte. Pra se kur plani për ta heq nga Partia Socialiste, për ta largu si kryeministër, sa i du të largohet si kryeministër, pastaj mund të largohet nga Partia Socialiste, nuk largohet vetëm si kryetar i PS-s edhe të rinj kryeministër, sa ajo s'ka kuptim. Qëllimi parësor është që ai tik si kryeministër, e çfarë bote i bote presion këtyre. Me siguri nuk e hëngri sepse e dinte Elisa dhe sfidoi, hajde përjashtoj apo ta mbajti, nuk e përjashtoi, doli ke shoku vet i vjetër te shoku Nikol, te Nikol Lesi, dhe tha ajo se ka kalu vizën e kuqe, tha dohon çfarë bote i heq vizat e kuqe kështu, ky ajo hy në territor të këtij, ky tërhiq vizën e kuqe, ajo hy ky tërhiq vizën e kuqe. Është një lloj batute që nuk po e tregoj tani, se është banale siç janë batutat e Ramës. Por për ta mbyll videon, se do u lodhe një pamje, sa të ke mundësi me bë një pamje edhe të nartës këtej, kujtun janë ato kriporët që duken anë ata. Shpresoj shumë, dëshiroj shumë që Edi Rama të flas në ikje e sipër dhe të tregoj se si ka funksionu mekanizmi i këtyre palaçove që mashtrojnë shqiptarët nëpër banaqe televizive 30 e kusur vjet. E përmendi, kanë vila në Palasta, e keni pa Palasën e Dërmiu Çaçaja ku kanë bë vila këta Zamirmania me këta. Ajo ka qenë një zonë mrekullueshme, ka qenë një rivjerë mrekullueshme, e shkatruar, e betonizuar, tani asnjë shqiptar nuk futet dot atje, se është zonë ekskluzive e atyre. Imagjino në një vend ku kanë vila pa buksat shqiptar, që janë bë me lek, duke mashtruar, duke i shërby pushteteve, dhe bëhet zonë ekskluzive, nuk futeni ju dot brenda. Imagjinojeni këtu, këtej, qofse vin aristokratët e botës, vin familja Trump, vin miliarderët e Katarit, e kujtun të Izraelit, e çfarë si kanë letjen nga dun,
a mund të futen dot shqiptarët në një zonë kaq ekskluzive? Kur nuk futeni dot në një zonë ku rrin gazetarë shqiptar, e palacot tjerë, biznes, krimi, kujtun qa ata që kanë ble vila në zonat ekskluzive të palasës e të dërmiut. Kështu që ato prallat se do zhvillohet zona, do përfitojnë banorët, ato harroni. Unë kam bindje, kështu do të flisja për herë, kështu mund të flasë edhe nesër nëse rikthehet prapë ky projekt. Ju bë shumë mirë Trumpit, sepse për një përfitim ordiner, ja hodhi tru dhe gomarit Grenelli, edhe i tholli këtu i bëri qepazën sytë e botës. Gjëja më e mirë që ka ndodhur janë titujt në mediat botërore ku Trumpi del si langaraq, familja e tij vjen zapton një zonë që qeveriset, që sundohet nga një njeri që çfarë s'ka thënë për Trumpin, e ka bë leck Trumpin dhe përsëri ai e lejoi të rinë pushtet, e mbështeti vetëm për të përfituar këto mrekullit kënej. Kështu nuk je i president, kështu je i maskara që shkon e grabit e përfiton ku të kesh mundësi. Jo Trumpi tjetë, po kushdo qoftë ai që e bën këtë. Unë minimalisht s'kam asnjë gjë në dorë, por nuk e mbështes, kaq. Tani do të tregoj një video, kështu do bëj një video për mbyllje, ta shihni për qefin tuaj si është dhe çfarë rrezikon të humbë Shqipëria, se me gjasa tani kjo mund të shpëtojë. Po ju pre koka politikisht këtij figurativisht, kjo mund të shpëtojnë kjo mrekulli, vetëm se duhet vizitu nga të gjithë, edhe nga ata që dalin protest në revolucion, dhe duhet investu. Ka turista atje, po shumë pak. Shkojnë ke manastiri, vinë të këto dërrasat, janë kalb ato dërrasat, kanë marru fare. Shihni pamjet. Inshallah flet Rama, se do ta mbyll me këtë, që këtu të bëhet zvërnec. Inshallah flet për median, për biznesin, edhe për një opozitar që shkoi lëpihet e i ka kërku bashkëpunim fshefta se kujti unë. Shihni pamjet. Ja shihni tani çfarë mrekullia është kjo. Pra këtë është laguna e Nartës. Është një mrekulli e vërtet. Atje është aeroporti. Ja, këtu është aeroporti, të cilin Edi Rama dhe Belinda Balluku duan me ja grabit Bexhet Pacollit. Bravo qoftë. Se dhe Bexheti u tregu langaraq, i lavdron tek këta u lëpihe i këtyre si super biznesmen që është, po si langaraq, kështu që mirë ja bëjnë që e futën ato siklete. Ta kuptojnë që të bësh biznes në Shqipëri nuk është e lehtë dhe të bësh reklam një mashtruesi e ca hajdutëve është një turp. Tu është mrekullia pastaj, është mrekullia manastiri i Zvërnecit. Ja ka ca turista aty që shkojnë, hyjnë, lëvizin kështu. Është një perl. Imagjinoje këtë. Pastaj këte vjen pjesa tjetër. Kjo vazhdon pastaj deri në rrugë lart, deri në fund të fshatit. Edhe si zonë fillon Zvërneci, fillon si zonë aty te ajo që e pat në fillim të videos tek atje ku kishte shkruar ai ushqim deti Ivanka, ke restoranti Ivankës. Pra kjo është Shqipëria. Ata nuk kanë për të investuar në rrugë, nuk kanë për të investuar në asnjë gjë. Këtu sa ata vinë me helikopter, vinë me anije. Ne një herë që do vinë me avion, shokët e miqtë e tyre që s'kanë anije, do vinë atje se për ne është bë aeroporti aty. Ja, aeroporti Bexhetit, që do me ja marrë Bela me Ramën, po ja marrin, edhe vinë direkt në zonën e tyre ekskluzive. Nuk janë fajtor ata, se kesh një zonë ekskluzive, biznesi nuk është gjë e keqe, është gjë shumë e mirë dhe çdo miliarder do ta dëshironte dhe do kërkonte të investonte. Fajin kryesor këtu e ka Edi Rama, e ka kryeministri i Shqipërisë, se këtë kanë votuar shqiptarë, nuk kanë votuar as Trumpin, as Ivankën, as ata biznesmenët e Katarit. Por e ka Edi Rama që për hallet e veta personale, për të miqësuar me Trumpin, për të jetuar sa më gjatë në pushtet vet, nuk pyeti pa një pa dy e shiti Shqipërinë, e shiti këtë perl.
nga Zvërneci. Përshëndes gjithë njerëzit që kanë mendu se unë jam kundër revolucionit. Unë nuk kam qenë kundër revolucionit as dite, thjesht unë kam thënë se kush po e bën revolucionin dhe se e mbështes ato që po bën revolucionin. Sepse ky njeri vetëm kështu mund të rrëzohet nga pushteti Edi Rama, nuk mund të rrëzohet në asnjë mënyrë tjetër, sepse ky zgjedhje nuk le të lira, pushtet me dëshirë nuk dorëzon, dorëheqje nuk njeh. Pra të gjitha këto që dihen tashmë prej 25 vjetër, 28 vjetë sa ka kënë pushtet. Mirupafshim nga Zvërneci.